Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Now, mirë se erdhët në Euronews Albania. Lufta me Iranin vazhdon të dominojë zhvillimet në arenën ndërkombëtare, por ndërkohë tensionet duket se po shtrihen edhe përtej frontit ushtarak. Në Shqipëri, institucionet janë përballur me një tjetër alarm sigurie, pasi është raportuar për një sulm kibernetik ndaj sistemit të IT-s në kuvendin e Shqipërisë. Sipas raportimeve, lidhet me publikimin e komunikimeve dhe dokumenteve të brendshme të emailit të kuvendit. Incidenti ka ngritur pikpyetje të reja për sigurinë digjitale dhe për mundësinë që përplasjet gjeopolitike të reflektohen edhe në hapësirën kibernetike. Ndërkohë, në lindjen e mesme, situata mbetet e tensionuar. Prej ditësh, rajoni është përfshirë nga sulme dhe kundër sulme, ndërsa tensionet po rriten edhe më shumë pasi një tjetër raket iraniane ka kaluar pranë hapësirës ajrore të Turqisë, një vend antar i NATO-s. Është hera e dytë që ndodh një incident i tillë, duke ngritur pikpyetje të reja për rrezikun e përshkallëzimit të konfliktit dhe përfshirjen e vendeve të tjera në rajon. Në planin politik, ndërkohë, po vinë sinjale të ndryshme. Presidenti amerikan Donald Trump deklaron se lufta është praktikisht drejt fundit, por në terren situata duket më komplekse dhe ekspertët vazhdojnë të pyesin: a është vërtet lufta drejt fundit apo sapo ka hyrë në një fazë tjetër? Kush po e fiton realisht këtë përballje? Sa të dobësuara janë kapacitetet ushtarake të Iranit pas goditjeve të fundit dhe çfarë kostoje po paguan Europa dhe perëndimi nga ky konflikt? Ndërkohë, zhvillime të rëndësishme po ndodhin edhe në Kosovë. Gjykata kushtetuese ka vendosur të pezullojë përkohësisht dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja. Vendimi e ngrim procesin zgjedhor deri në një vendim përfundimtar të gjykatës kushtetuese, duke hapur një debat të ri politik për kompetencat e presidentit dhe stabilitetin institucional në vend. Si mbriti Kosova në këtë pikë dhe pse po shkon ajo nga kriza në krizë? Të gjitha këto do të diskutojmë sot. Kam kënaqësinë të kem në studio profesor Ervin Karamuçon. Mirëmbrëma, zoti Karamuço, mirë se erdhe. Ralf Gjoni, ish deputet, ekspert për marrëdhëniet ndërkombëtare. Mirëmbrëma. Shumë kënaqësi që je këtu. Evarist Beqiri, ish drejtues në Shish, ekspert për çështjet ndërkombëtare. Mirëmbrëma. Zoti Beqiri, mirë se erdhe. Avenir Peka, ekspert për çështjet e sigurisë. Mirëmbrëma Peka. Mirë se erdhe. Online do të kem Adrian Shtunin, ekspert i çështjeve të sigurisë ndërkombëtare, ekstremizmit dhe konflikteve gjeopolitike. Mirëmbrëma Shtuni. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi që të kam këtu. Shtuni, me ty do ta nis, pasi të ndjekim një material të parë fillimisht mbi atë që po ndodh. E ndjekim pak. Irani qelloi sërish të martën skuadrilje dronësh ndaj fqinjve të tij, Arabisë Saudite dhe Kuvajtit. Sulmi erdhi pasi presidenti amerikan Donald Trump garantoi ligjvënësit republikan se ai që e quajti ekskursionin në lindjen e mesme për të çrrënjosur të keqen do të marrë fund shumë shpejt, por ai e la të hapur mundësinë e përshkallëzimit të konfliktit nëse furnizimet me naftë pengohen nga Irani. Faktikisht, çmimet e energjisë në rang global u rritën pas caktimit të liderit suprem të vendit. Ne nisëm një ekskursion të vogël në lindjen e mesme për të hequr qafe të keqen dhe mendoj se do të jetë një ekskursion i shkurtër, tha Trump për ligjvënësit republikan nga klubi i golfit në afërsi të Miamit. Nga ana tjetër, garda revolucionare iraniane u përgjigj duke thënë se janë iranianët ata që do të vendosin se kur do të marrë fund lufta. Ndërkohë, në një komunikim të fundit me mediat, sekretari i luftës Pete Hegseth e quajti të martën ditën më intensive të sulmeve amerikane ndaj Iranit, pasi e akuzoi atë për dhënien jetë të një gare armatimesh bërthamore. Sot do të jetë dita më intensive e sulmeve ndaj Iranit, do të përdoren më shumë avion, do të ketë më shumë bombardime dhe sulme të formave të tjera. Informacionet që kemi janë më të mira se kurrë më parë, deklaroi Hegseth. Në të njëjtat linja u shpreh më herët kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili tha se Izraeli po ja thyen kockat e regjimit iranian, por nuk ka përfunduar ende. Aspirojmë që të jetë populli iranian që t'ia thyej krahët tiranisë, në fund do të varet nga ai, tha Netanyahu. Ndërkohë, si Izraeli edhe Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe raportuan sulme me raketa nga Irani drejt vendeve të tyre. Forca mbrojtëse izraelite deklaroi se sistemet ajrore u aktivizuan për t'i lokalizuar raketat. Edhe Ministria e Mbrojtjes së Emirateve tha po ashtu se sistemet e saj po reagonin ndaj raketave dhe dronëve në ardhje nga Irani dhe u bëri apel qytetarëve që të gjenin streha të sigurta. Ndërsa Turqia pas hyrjes ditën e hënë të një rakete iraniane në hapësirën e saj ajrore njoftoi se ka aktivizuar sistemin mbrojtës Patriot në kuadër të protokollit të NATO-s. Okej, siç e thash edhe në hyrjen time, Kuvendi i Shqipërisë ka konfirmuar se është përballur sot me një sulm kibernetik. Një grup
i ashtu quajtur Homeland Justice, cilin ne e njohim tashmë se ka bërë edhe më parë sulme kibernetike, ka publikuar në rrjetet sociale dhe në platformat online materiale dhe komunikimet të brendshme korrespondencë e Kuvendit të Shqipërisë në muajt e fundit. Do t'i lutesha regjisë vetëm ta nxjerrnin pak në reagimin e Kuvendit, nëse keni vetëm materialet që ka shpërndar Homeland Justice. Nëse nuk i keni, okay, po e përmbledh unë. Dakord. Dhe kanë dhe një kërcënim në fund të mesazhit të tyre, që po e lexoj. Ky është materiali i shpërndar, pra duket që janë disa emaile korrespondencë e Kuvendit të Shqipërisë dhe mesazhi në fund, që është një mesazh kërcënues, thotë: të gjitha bisedat dhe korrespondenca e anëtarëve të korruptuar të Kuvendit gjatë muajve të fundit janë në duart e Homeland Justice. Ne jemi shumë afër jush se sa mendoni. A i strehuat ata, vërtet ata vrasës dhe vrasës fëmijësh, ne do të sigurohemi që ky turp do të mbetet me ju për gjithmonë. Kështu mbyllet dhe mesazhi i tyre. Ndërkaq, Kuvendi i Shqipërisë ka reaguar sot pas dite, ka konfirmuar këtë sulm. Unë po e lexoj pak reagimin e Kuvendit. Kuvendi i Shqipërisë informon se mbrëmjen e djeshme rreth orës 21 është konstatuar një akses i pa autorizuar në infrastrukturën IT të institucionit. Gjatë verifikimeve është vënë re fshirja e një pjese të informacionit në disa llogari përdoruesisht të punonjësve të administratës. Vlerësimi paraprak teknik tregon se mund bëhet fjalë për një sulm të sofistikuar kibernetik, i cili ka pasur si synim fshirjen e të dhënave dhe cënimin e disa sistemeve të brendshme. Në analizat e para rezulton se infrastruktura kryesore e punës nuk është prekur, faqja zyrtare e Kuvendit të Shqipërisë dhe sistemet e tjera që mbështesin funksionimin e institucionit vijojnë të funksionojnë normalisht. Menjëherë, pas konstatimit të incidentit, janë marrë masa për izolimin e trafikut të dyshimt dhe për neutralizimin e sulmit. Ndërkohë, ekipet teknike po punojnë për rekuperimin e të dhënave të fshira në llogarit e përdoruesve. Për këtë situatë është ngritur një skuadër e përbashkët teknike dhe hetimore që po punon për analizimin e plot të incidentit, identifikimin e burimit të sulmit dhe rikthimin e të dhënave të prekura. Në këtë proces, Kuvendi i Shqipërisë po bashkëpunon ngushtë me institucionet përgjegjëse për sigurinë kibernetike përfshirë Autoritetin Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Drejtorinë për Hetimin e Krimit Kibernetik në Policinë e Shtetit dhe Komandën Kibernetike në Ministrinë e Mbrojtjes. Gjithashtu, gjatë këtyre orëve është ofruar mbështetje teknike dhe nga partnerët ndërkombëtar, me të cilët po vijon komunikimi për vlerësimin e situatës dhe hapat e mëtejshëm. Shtuni, dua ta nis pak me këtë lajm që vjen nga Shqipëria. Më pas do ta pyes edhe panelin. Kush mund të qëndrojë pas një sulmi të tillë? Është thjesht një grup hakerësh apo mund të ketë mbështetje edhe nga struktura shtetërore nga Teherani? Pa dyshim që po, mendoj ky është një sulm i dënueshëm, por edhe është shqetësues sepse nuk është hera e parë, është një sulm i përsëritur, i sofistikuar në infrastrukturën strategjike të Shqipërisë, që është një vend i NATO-s. Pra, ndoshta duhet ishte bërë pak më shumë për të rritur kapacitetet mbrojtëse, por në të njëjtën kohë jemi të qartë jemi në kohë lufte dhe për shkak të pozicionimit që ka Shqipëria, po flas vis-a-vis në lidhje me MEK, pra që është një koqire, i mban, i strehon aty, në një farë mënyrë është e rreshtuar kundër sistemit teokratik në Iran, i cili po përballet me konfliktin armatosur që përfshin Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. Dihet qasje e Shqipërisë, ndërprerje marrëdhënieve diplomatike, pra janë qasje armiqësore, jo të fshehura. Shqipëria është e rreshtuar, kështu që këto lloj sulmesh janë të pritshme. Ndaj duhet që të rritet vigjilenca dhe kapacitetet mbrojtëse. Dhe nuk janë vetëm sulmet të cilat priten në Shqipëri, po janë sulmet të cilat mund të priten edhe në vende të tjera në Ballkan. Po flas për Kosovën, sepse ka prezencë të trupave të armatosura të Shtetit Bashkuara dhe kemi parë që Irani ka targetuar, ka shënjestruar forcat amerikane në vendet e tjera, sepse në Iran kuptohet nuk ka, por në vendet e rajonit, ndaj kemi parë edhe 7 viktima nga forcat armatosura të Shtetit Bashkuara, 6 u vranë në Kuvajt dhe 1 në Arabinë Saudite. Ndaj është me shumë rëndësi që të rritet vigjilenca dhe kujdesi dhe në Kosovë për shkak të rritjes të mundësisë për sulme asimetrike, për sulme të cilat janë jo konvencionale dhe që mund përfshin akte terrorizmi, jo vetëm kibernetik. Prandaj po e potencoj, po e theksoj, jo vetëm në aspektin digital të infrastrukturës strategjike,
por edhe në teren për shkak të rritjes së tensioneve dhe të asaj që kemi parë deri tani në konfliktin me Iranin. Shtuni, sa serioz është ky sulm kibernetik ndaj Shqipërisë? Edhe sa e rrezikuar është Shqipëria, se ndërkaq që raketat mbase deri këtu nuk vinë për shkak të largësisë, edhe për shkak se duhet kalojnë disa hapësira ajrore të vendeve të NATO, siç është Turqia dhe Greqia, po lufta sot, ditët e sotme bëhet edhe kështu, me sulme kibernetike. Sakt. Domethënë, e para punës, shqetësimi kryesor që e ngre për punën e goditjeve konvencionale me raketa balistike, teknikisht iranianët i kanë kapacitetet për të goditur një teren deri në nivelin e Europës mesme, domethënë po flas e Europës qendrore, që janë teknikisht kapacitetet ose të le të themi raketat balistike me rezervimi të mesme arrin deri aty, teknikisht po them. Por, po të shikojmë çfarë ndodhi në Qipro, po të shikojmë çfarë ndodhi në Turqi, janë kapacitetet kundërajrore të NATO-s të cilat kanë reaguar dhe kanë treguar se janë mjaft efikase ndaj këtij rreziku. Shqipëria është vend i NATO-s. Kështu që nuk mbrohet vetëm me kapacitetet e saj, por mbrohet edhe me kapacitetet e vendeve të tjera anëtare të aleancës. Nuk kisha për të thënë që s'ka rrezik për goditje konvencionale, por do të thoya që është jashtëzakonisht i limituar sa i përket raketave balistike, sa i përket sulmit kibernetik. Nuk i kam të gjitha të dhënat për të bërë një ekspertizë në këtë moment të nivelit të goditjes dhe të le të themi dëmit shkaktuar, por sigurisht është një sulm shqetësues e përmendë sepse është një sulm i përsëritur, duket që ka domethënë është pjesë e synimeve të këtij grupi i cili padyshim për mendimin tim është i ndërlidhur me struktura shtetërore e Teheran, me gardën e Teheranit. Domethënë ne kemi parë ka prova të mjaftueshme që herën e parë që është bërë goditja në mënyrë edhe ajo hera e parë nuk ishte e izoluar, ishte e nënrenditur si goditje. Kishte domethënë përfshirje të strukturave, u gjetën lidhje të përfshirjes së strukturave zyrtare të kapaciteteve të regjimit të Teheranit, megjithatë veprojnë nëpërmjet proksive. Por dihet që fiet lidhen me Teheranin dhe me regjimin. Ndaj është i rrezikshëm, është shqetësues dhe kërkon rritjen e vigjilencës, sepse nuk mendoj që do të ndërpriten këto lloj sulmesh, mendoj që do intensifikohen. Mund të intensifikohen në ditët në vijim, mendon? Mendoj se po, sepse edhe një herë po e them, sa më shumë debilitohet, sa më shumë cënohet dhe le të themi degradohet kapaciteti konvencional iranian, po flas për drone, po flas për drone, po flas për raketa balistike, të rrezet ndryshme të veprimit, aq më tepër ata do të fillojnë të varen nga goditjet jo konvencionale, nga levat e tyre ose veglat e tyre jo konvencionale dhe taktikat e terrorit, nga ndër të cilat përfshihen edhe sulmet kibernetike, por e përmenda mund të ketë edhe tentativa për sulme terroriste në vendet caktuara, sidomos ato të cilat kanë më tepër të bëjnë me kundërshtarët e Teheran, regjimit të Teheranit. Dhe prandaj përmenda prezencën e MEK, çfarë do të thotë ajo, dhe kemi parë dhe më përpara që kanë tentuar të kryejnë sulme terroriste që i shënjestrojnë pikërisht këtë grup, por e përmenda edhe për shkak të prezencës forcave të Shtetit Bashkuara pra të ushtrisë në vende të tjera në rajon, po flas për Kosovën kryesisht që ka një prezencë më të madhe. Prandaj ka një rrezik që është duke u shtuar dhe kjo është e padiskutueshme. Okej, Shtuni, unë do ta diskutoj këtë dhe me panelin, po dua të të bëj edhe disa pyetje, përderisa të kam vetëm për pak në lidhje online. Ti the vetë që sa më shumë i dobësohen kapacitetet ushtarake i Iranit, aq më shumë mund të bëj goditje të tilla konvencionale. Tani ushtria amerikane sot ka deklaruar se sulmet me raketa balistike të Iranit kanë rënë me rreth 90% dhe dronët me mbi 80%. Sa realisht janë dobësuar kapacitetet ushtarake të Iranit?
Po, unë po thoja jo konvencionale, që t'jemi të qartë, jo do ditet konvencionale, jo konvencionale, që jo, s'ka problem për ta shpjeguar për publikun. Dëmtimi i kapaciteteve ka filluar që më përpara, jo vetëm me goditjen aktuale, sot jemi në ditën e 11 të këtij konfliktit armatosur, por mos harrojmë që kishte një operacion të mëparshëm që quhej Çekiçi i Mesnatës, dhe po ashtu ishte 12 ditë luftë që ishte goditje intensive nga Izraeli. Pra, degradimi i kapaciteteve konvencionale luftarake të Iranit ka filluar akoma përpara dhe është i padiskutueshëm. Aktualisht vlerësimet nga burimet të ndryshme që unë kam lexuar konvergojnë drejt njëjtit konkluzioni që degradimi është i qëndrueshëm. Kapacitetet ushtarake dhe ato të zinxhirit komandues janë të degraduara dhe të dobësuara ndjeshëm. Këtu përfshihen edhe ato që ju përmendët, domethënë që janë nxjerrë jashtë funksioni një pjesë e mirë e infrastrukturës goditse që matet me rënien e vëllimit të goditjes nga ana e Iranit ndaj vendeve fqinje. Si në aspektin e raketave balistike, ashtu në ato me dron, e përmendëm 98% diçka e tillë, por janë nxjerrë jashtë funksionit edhe implantet e mëdha të prodhimit të kapaciteteve ushtarake, po ashtu janë goditur kapacitetet e lëshimit raketor, domethënë infrastruktura e cila është e nevojshme për t'i lëshuar, për të goditur me ato raketa. Dhe është në momentin që godasin këto lloj infrastrukture lëshuese, këto pikasen me njërë nga radarët dhe nga kapacitetet goditse të Shtetit Bashkuar dhe Izraelit dhe aty nxjerrin jashtë funksioni. Kjo ka ndodhur, jemi duke folur për llogaritën që diku 3500 dhe 4000 ndoshta raketa balistike ka pasur rezervë Irani. Këto janë të vlerësuara dhe nuk kemi inventar të tyre, por flas të janë të vlerësuara nga burimet e inteligjencës. Dhe diku 70-80% e tyre janë ose të përdorura ose të shkatruara tashmë. 70-80% kapacitetet balistike është goxha. Dhe të njëjtat statistika janë pak a shumë të ngjashme edhe për punën e dronëve dhe për punën e mbrojtjes kundërajrore, e cila i jep dominim total Shtetet Bashkuara dhe Izraelit në goditje. Ku flasim për shembull për kundërajrore, dje lexova një raport që ishte shumë i detajuar, diku 80-90% e kapaciteteve kundërajrore të Iranit tashmë janë të shkatruara. Pra janë bërë irrelevante, kështu ishte termi. Domethënë nuk shkaktojnë asnjë lloj deterrenti ndaj avionëve goditës ushtarake të Shtetit Bashkuara dhe Izraelit. Edhe dy pyetje kam, por ka një lajm të fundit që po e lexoj shumë shkurt se sapo erdhi, që Irani ka filluar vendosjen e minave në ngushticën e Hormuzit. Çfarë do thotë kjo? Ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin paralajmëruar që do shoqëronin anije tregtare në këtë ngushticë, ndërkohë Irani po vendos minat. Paktën këto janë burime të inteligjencës amerikane që e kanë konfirmuar këtë gjë. Çfarë do të thotë kjo? Ka disa pika këtu. Domethënë e para, kjo nuk është diçka e papritur, ishte pritur, ishte paralajmëruar dhe është problematike se ato minat kushtojnë shumë pak dhe shkaktojnë shumë dëme. Dhe dihet që ata e kanë kapacitetin, ngushtica e Hormuzit është jashtë zonës strategjike, është vetëm 2 milje e gjerë, pjesa ku mund të lundrohet, nuk po flas tani cep në cep, teren në teren. E kuptoj. Pjesa e lundrimit është shumë e vogël, është 2 milje, dhe aty e para punës kjo është shkelje drejtës ndërkombëtare të lundrimit në ujërat ndërkombëtare, sepse kjo nuk është ngushticë që i përket Iranit. Pa këtu është një shkelje e të drejtës ndërkombëtare, po kjo është temë tjetër. Dhe ata i kanë kapacitetet për ta bërë këtë gjë, janë kërcënuar që mos ta bëjnë, duket se po e bëjnë, pavarësisht se nuk i kanë të dhënat e plota, por duket që po ndërmarrin veprime të tilla. Është një veprim i dëshpëruar për mendimin tim, por tregon që po mundohen të krijojnë kosto si presion ndaj Shtetit Bashkuara,
Sepse, po të shikojmë sa ka vajtur çmimi i fuqisë naftës, ka qenë diku $60-65 fuqia naftës në tregun ndërkombëtar. Herë në fundit që e kontrollova, ishte diku 95, 90 ose 95. Do me se po flasim diku një rritje prej 50% të çmimit të naftës. Një shtim i tillë i kostos, padyshim, ushtron presion tek Shtetet e Bashkuara, ndaj jo vetëm Shtetet e Bashkuara, po dhe edhe Europa. Të tjerëve në aspekt, absolutisht, padyshim, sepse ty e patë edhe doli dhe Putini tha doli të bëj i mirë, e tha hajde të bëjmë një marrëveshje që të merrni gaz dhe naftë nga mua, tani nga që po ndodh çështja e pasigurisë kalimit të tankerave të këtyre anijeve transportuese të naftës nëpërmjet kanalit të Hormuzit. Pra, ka presion që po ushtrohet për shkak se është vit elektoral në Shtetet e Bashkuara, çmimi në pompën e benzinës është rritur ndjeshëm, dukshëm, dhe kjo ushtron presion politik brenda Shtetet e Bashkuara për shkak se kemi zgjedhje në dorë. Kështu që kjo është lufta që po mundohet të bëjë jo konvencionale, pra po them nga ana e Iranit në një farë mënyrë, sepse po mundohet të ushtrojë presion. Dhe presion ka edhe për Europën, po ka një farë mënyre më të prekurit janë Kina, India dhe vendet e tjera të Azisë, sepse diku 80-85% e konsumit të gjithë vëllimit të naftës që kalon nga ngushtica e Hormuzit është për konsum në Azi. Nuk është për konsum në Europë apo konsum në Amerikë. Por, mos të dënjehemi nga kjo, sepse rritja e çmimit, ose le të themi ulja e vëllimit të transportit, se 20% e kapaciteteve botërore kalojnë nga ngushtia e Hormuzit, pavarësisht se nuk ndikon drejt për drejt, sepse konsumi i transportit të këtyre karburanteve është i destinuar për Azi, pavarësisht ndikohet çmimi në bursat ndërkombëtare. Pra, në mënyrë indirekte ndikohet xhepi i gjithë konsumatorëve dhe ky është presioni që po mundohet të bëjë. Një pyetje të fundit para se të lë të lirë. Sot shefi i Pentagonit tha se pritet që të jetë dita më intensive e sulmeve ndaj Iranit. Çfarë na tregon kjo për fazën ku ka hyrë operacioni amerikan? Çfarë do të thotë dita më intensive e sulmeve? Po, sekretari Hegseth sot në mëngjes bëri një konferencë për shtyp dhe tha se do të jetë dita e bombardimeve më intensive. Më intensive, po. Tha që nuk është 2003-shi, nuk është Bush, por është Trump, lufta nuk do të zgjasi, pra nuk kemi shkuar aty për të zgjatur pafund, po çfarë tregon kjo për strategjinë amerikane? Çfarë do të thotë? Domethënë, nëse kemi një intensifikim të goditjeve, kjo tregon aspektin operacional ushtarak se kemi të bëjmë me eskalim. Pra kemi të bëjmë me përshkallëzim të goditjeve për arritje të dominimit total të hapësirës ajrore në mënyrë që të vazhdohet goditja e objektiveve strategjik ushtarak dhe të zinxhirit komandës. Kjo është e qartë. Pra kërkohet eliminimi i kapaciteteve ushtarake, pavarësisht se ka dëmtime të jashtëzakonshme. Përmenda një dash disa shembuj të shpejt pak më parë, nuk duhet të ngatrohet kjo me dëmtim, le të themi, në pikën ku do presim që të ngrej flamurin e bardh Mojtabaja, i djali i Ajatollahu që tashmë u bë mori funksionet zyrtare. Pra, unë nuk pres që të ketë ngritje flamurit të bardh, prap do të ketë, do të ketë vazhdim të kësaj fuqate ushtarake, nuk mendoj që do të mbaroj shumë shpejt. Dhe këtë e tha në fakt edhe sekretari Hegseth, e tha, do të thënë qartë që nuk do të ketë një mbarim të shpejt, që në një farë mënyrë del në kundërshtim me atë që tha presidenti, pra ka një... Po pra, janë si deklarata kontradiktore, se Trump tha lufta është drejt fundit, sekretari tha tjetër gjë, pra duket sikur dhe deklaratat janë kontradiktore atje, ndoshta për shkak dhe të presionit që ti sapo the, se ka presion në Amerikë ndaj kësaj lufte që ka nisur Donald Trump në Iran.
që ka dy elemente. Kjo është e drejtë është ngritur me të drejtë nga media në mënyrë të gjerë. Është shumë e vërtetë që ka një konfuzion. Nuk diskutohet dhe nuk debatohet. Ka një konfuzion nga mesazhet, sepse tjetër gjë po thuhet nga sekretari i shtetit, tjetër gjë nga sekretari i luftës, tjetër gjë nga presidenti, ose le të themi janë mesazhe të cilat dallojnë njëra nga tjetra dhe krijojnë një farë konfuzioni për ata që nuk i ndjekin në detaj zhvillimet e një lufte e cila nuk është kaq shumë e përllogaritshme në kohë reale, sepse nuk është shkencë eksakte. Pra, ka dy lloj qëllimesh në një luftë kur hyhet. Domethënë paktën sipas njohurive edhe teorike dhe praktike që kemi ne që merrem me këtë fushë për ditë. Ke synimet ushtarake, ke edhe synimet politike. Politike, okay. Synimet ushtarake janë të matshme dhe janë të përllogaritura, janë 4 synime ushtarake, të cilat janë përcaktuar qartë. E para punës ishte eliminimi i kapaciteteve konvencionale, i flotës, i raketave, goditse dhe elementet që i kemi diskutuar tashmë. Ndryshimi i sistemit ose ndryshimi i regjimit është qëllim tjetër, nuk është ushtarak, është politik. Dhe tani ai nuk arrihet thjesht me goditje nga ajri. Do të kesh Sigurisht. ato, domethënë trupat që të hyjnë në terren. Ajo që kemi parë neve aktualisht është që kurdët nuk kanë dashur të hyjnë luftë, janë tërhequr. Minoritetet e tjera nuk kanë dashur të ngrihen me armë. Opozitë tjetër të organizuar, të armatosur nuk kemi parë. Vendet e tjera nuk kanë dashur të hyjnë edhe të godasin, pavarësisht se janë goditur, po flas për vendet e rajonit. Okej. Atëre nuk po flas që të ketë, unë nuk kam parë raporte që të ketë dezertime masive nga garda apo ushtria, dhe mesazhet që dërgohen nga leadershipi i Iranit janë sfiduese. Nuk janë hajde të ulemi në tavolinën e bisedimeve dhe bëjmë dhe mos harrojmë Moçta Abbas, pra ti që u bë tani lideri suprem, djalit djali i Khamenei. I është brar babai, mamaja, gruaja, është brar djali. Tani nuk e di unë nëse ai do jetë në atë lloj frame of mind, si thonë, kornizë dhe mendore, në mënyrën e të menduarit që ai të thotë hajde ulemi tani ta diskutojmë se s'ka ndodhur ndonjë gjë. Përtej asaj që i ka ndodhur ushtrisë, përtej asaj që i ka ndodhur vendit, përtej asaj që i ka ndodhur në nivel të gjerë Iranit. Pra, këtu është problemi që nuk e përllogarit dot, po mundohem të ta shpjegoj me parabol pak e zgjata për të shpjeguar pse nuk është kaq kollaje e kalkulueshme kur do të mbarojë kjo luftë. E kuptoj. Sepse ka shumë elemente të cilat janë dinamike, është një ekuacion me shumë ndryshore dhe prandaj duhet, megjithse publiku ka shumë të drejtë që duhet të dihet sa do të zgjat dhe kur do të dalim, sepse kjo është një luftë e paparalajmëruar dhe shumë e kushtshme, për llogaritën që i kushton Shtetet Bashkuara diku $1 miliard për ditë. Në ditë $1 miliard. Kostoja e luftës deri tani për SBA-t. Vetëm për Shtetet Bashkuara, nuk po kalkuloj këtu pjesën e Izraelit, është tjetër gjë. Pra, ka shqetësim se janë vrarë. Kostoja më e madhe sido që tjetë janë 7 ushtarët e vrarë, sepse paret bëhen, po jetët nuk merren mbrapsht. Dhe ka 7 ushtarë të vrarë dhe nuk dihet qartë se kush janë synimet dhe sa të arritshme janë, nëse dëgjojmë mesazhe të ndryshme të cilat ndoshta janë të dallueshme nga njëra tjetra dhe nganjëherë edhe përplasen me njëra tjetrën. Kështu që duhet të ketë një harmonizim më të mirë të mesazhit ndaj popullit dhe duhet të ketë edhe një qartësi nga ana e publikut që është shumë e vështirë që të dalësh e të japësh një datë, ndërkohë që ti nuk mund të paralajmërosh, nuk mund të përllogaritësh se si do reagojë kundërshtari. Nëse do ngrenë flamurin e bardhë, nëse do ketë elemente të tjera të cilat do ndërfuten për të bërë rezistencë të armatosur regjimit të Iranit, sepse nuk e bën dot me telekomandë. Pra, edhe mesazhi duhet të jetë pak më i koordinuar, po edhe burim duhet të ketë më tepër nga publiku, sepse nuk është shkencë eksakte ta përcaktosh në cilën datë do dalësh nga një luftë e tillë kaq komplekse. Kaq komplekse. Shtunit, falenderoj shumë për analizën. Shumë faleminderit. Jemi pritur, gjithë mirë. Faleminderit. Karamuço, të rikthehen pak te Shqipëria, se do t'i prekim të gjitha këto çështje që u ndala me zotin Shtuni, po tek sulmi kibernetik. Sa serioz është, se ja përmenda edhe zotit Shtuni që raketat ndoshta zvin deri këtu për shkak të largësisë, po lufta bëhet edhe kështu sot, pra,
me këto sulme? S'mund të themi që një sulm i tillë është luftë kibernetike. Jo. Domethënë të hysh vetëm në kompjuterët fundor, në një sit fundore, të mos prekër sistemet, mos hysh në servera, të fshish ato materialet sa mund t'i kesh marrë, se di për çfarë qëllimi bëhet, masat nuk e di kush komisione kanë qenë këto fundoret, që t'jetë një komision për shembull i sigurisë kombëtare. Administrata. Këta thonë administrata. Po, jo është administrata, atëherë nuk është atyre për masave që mendojmë ne që janë serioze. Dhe nuk është në ato servera që mendojmë ne që mund shkelin element sigurisë kombëtare e tjerë të mbrojtjes tonë kibernetike e kështu me radhë. Megjithatë, angazhimi ka qenë vjet dosin e Belinda Ballukut. Po mund të bëj se dia është. Po çdo si të ketë në parlament. Po ja kjo pra 16.000 faqe që ka lexuar Rama. Po aty s'ka Nuk e kemi administruar ta. Grupi PS-s ne nuk e kemi administruar atë dosje. Nëse ai disk është shkarkuar diku, ama se bëhet lajm kjo. Batuta e Pekës qëndron, ha? Nuk e mojmë dot. Nuk ka servera në Kuvë. E pash që po qeshte, po nuk e kuptova ku do të dilte. Jo, batutën e bëri. Server dokumentacioni ka. Nuk themi që s'ka servere të për masave të akshit. Jo, absolutisht po ka. Vetëm edhe për çka dokumentacionit, arkivës e kësaj elektronike ka. Mbajmën kur isha unë kabinet me zi punonin në emailët e Kuvendit, kështu që kishim shumë probleme. Po nuk kanë hyrë në këto koret kryesore, kanë hyrë në këto siç thon fundore. Pra nuk, shikoni, Shqipëria përballet me 100 sulme në ditë. Nga raportet që kemi ne, 100 sulme kibernetike në ditë. Ca janë ransom që janë përkundrejt një gjobe e tjera, parandalohen shumica e tyre. Ca rikuperohen me ditë, me orë e tjera. Pra, ne jemi në sulm të vazhdueshëm dhe nuk do të thotë që këtë e ka Irani. Jo, e kanë individë, e kanë grupe, ka shumë grupe kriminale online që bëjnë këtë punë çdo ditë. Hyn, ku janë sistemet më dobta në Ballkan? Ku është edhe Shqipëria? Hajde po godasim çfarë do të ka. Ne pas gjithë ato. Ne kemi pasur sulme pa fund. Kemi pas flota ajrore që na e kanë hakeruar me ransomware. Edhe nuk u tha, u kalua kështu, flota ajrore të hakeruar. Po patjetër, kemi pas, domethënë që janë struktura kritike që flasin për aviacion, nuk kupton? E kemi pas këto, kemi rënë pre këtyre gjërave. Kemi forcuar kapacitetet, nganjëherë dhe na bie, nganjëherë penetrojnë më shpejt. Deri te sulmet kibernetike. Kjo është një sfidë e vazhdueshme sepse ti përditson sistemet e mbrojtjes, ata përditësojnë metodat se si do të hyjnë, si do të penetrojnë, depërtojnë brenda sistemeve, dhe kjo është një luftë që nuk është asnjëherë. Po deri te sulmet kibernetike rrezikohemi apo dhe më tej? Për të mos harruar që strehojmë këtu opozitën iraniane, dhe kemi ndërprer marrëdhënie diplomatike me Iranin. E tha dhe kolegu në Amerikë dhe po ta them dhonë, dhe po ta them shumë teknike, po me dy fjalë. Është ai debati i madh, apo paniku i madh, çfarë do ndodhi? Po, e kanë njerëzit këtë panikë, se po e diskutonin edhe para se të hynim në emision. Nëse ngrihet një raketë nga Irani në drejtim Ballkanit, pa një destinacion ku, tamam. Thjesht Ballkani, po thonë. Ballkan. Qendra kryesore që ne kemi e interceptimit për Ballkanin perëndimor, jug perëndimor, është Rumania. Po. Aty janë interceptohet për herë të parë nisja e raketës. Dhe pastaj kjo çon në ngritjen e sistemit. Po sa po ngrihet raketa, Rumania jep sinjalin e parë për gjithë Evropën. Është sistemi i tillë, Aegis, sistemi NATO-s që mbron gjithë Evropën. Pjesën e jugut të Evropës e ka Rumania, pjesën e veriut e ka Polonia. Rumania çon sinjal në Ramstein, në Gjermani. Gjermania është koordinuese e çfarë sulmi parandalus do ndërmarrin tani dhe cilat prej pikave do të godas. Po, Spanjën e kemi për krahun e Mesdheut, që është edhe lundruse, pra kundra ajrore, kundra balistike lundruse, ndërsa Poloninë dhe Rumaninë i kemi për të krahun tjetër. Ku kemi edhe Kurelçikun, e kemi të Turqisë, kemi dhe bazat e greke, që i kemi edhe me S-300, se greku ka edhe rus, ka edhe amerikan. Që e të S-300, se ti i përmend Karamuço, po ne nuk i njohim. Pra janë bateri kundër balistike, që janë edhe sistem rus, që i ka greku, S-300 quhet, që i ka dhe Patriot, që janë amerikane. I ka blerë të dyja sisteme. Se sot e ka aktivizuar Turqia sistemi Patriot. Ramsteini mbas kësaj thot, cila për shteteve anëtare të NATO-s ndrojnë ngrej raketat për të prishur, ose më mirë, për të dëmtuar balistiken e cila po vjen, për të prishur skenarin e sulmit. Antiraketat e këta. Po, antiraketat. Për të prishur skenarin e sulmit dhe për të goditur raketat balistike që hynë në zonën e NATO-s.
Pra kjo është e gjitha dhe ka një mbrojtje të jashtëzakonshme që nga 2016 është përditësohen të gjithë sistemet, edhe për shkak tipologjive të raketave balistike, njerëzit mesme që janë kërcënim për gjithë vendet e Evropës, edhe ato interkontinentale etj. Evropa ka marrë këto masa që ju thas. Sky 1 dhe Aegis 2. Që janë buroja e çelikt e vendeve të NATO-s në kontinentin evropian. Kështu që s'ka rrezik, po thuani. Zero rrezik për Shqipërinë. Okej. Që ti qetësojmë njerëzit. Se shiko, nuk është prapen të tilla lajme pra që. Shiko, nuk është siç po ndodh në vendet e gjirit. Se peka po qesh, po. Më fal, nuk është siç po ndodh në vendet e gjirit. Që ai po shkon edhe me dron, po shkon edhe me raketa konfidenciale, konvencionale, po shkon edhe me balistike. Pra dhe ai në një farë mënyrë është ajo që themi ne sulmi saturuar, po e çakordon sistemin mbrojtjes antiraketor. Dhe patjetër që do bien, pra ka një përqindje më të madhe që bien më shumë raketa që sulmojnë. Dhe shpërthejnë dhe bëjnë dëme. Kurse tek ne, ai 1-2 dosjet nuk sjell dot gjithë këta me drone, nuk i sjell, pra nuk ka të tipologji sulmi siç ka me vendet e tjera. Nëse flasim vetëm për sulme ajrore, se ka edhe sulme tjera. Tani, për Shqipërinë, e mbaruam ajroren, po. Alarmi që është dhënë nga shërbimet inteligjente europiane dhe ato të Shtetit Bashkuar të Amerikës, janë rizimi i celulave të fjetura iraniane, të Gardës Revolucionare, të Kudsit, Moisit në Evropë. Që ne i kemi këtu në Shqipëri? Në Evropë. Ne mund kemi apo skemi. Ja mund të thotë zoti Beqiri. Ne mund kemi proxy nga këta idiotët pionerët e rinj që po dalin tani me mjekra edhe me nuk di kemi apo skemi, ato janë mbahen sekret shtetëror, por di të them që është një alarm i madh. Janë interceptuar disa sinjale të koduara nga shteti i Iranit në drejtim edhe të Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe të Evropës. Sidomos Britania më duket kishte. Po pra, ende të pa dekriptuara, janë ngritur në këmbë gjithë agjencitë e inteligjencës, çfarë janë këto, për çfarë përdoret, sepse janë për këta celulat e fjetura që quhen, që menjëherë aktivizohen dhe ndërmarrin akte terroriste. Dhe kjo është tani sot edhe me klubin e berë nëse këto, sot është rreziku real, jo lufta dhe raketat, po janë akte terroriste. Janë sulmuar, janë bërë ca sulme jo në Norvegji, 1-2 aeroporte në Shtetet e Bashkuara, sot kishin prapë një sulm në ambasadës amerikane. Pra ende po hetohen dhe nuk ka, nga vinë këto, pra kush janë elementet? Janë thjesht fustruar nga lufta element ujqër të vetmuar, apo janë një sistemi tërë që po rizgjohet? Që po rizgjohet. Kemi ne kështu celulat fjetura? Zotë Beqiri? Jo, mund të them këtë që një konflikti i tillë nuk zhvillohet vetëm në një dimension, pra vetëm në terren atje. Pra ka edhe dimensione tjera. Pra me raketa, me dron e tjerë. Pikërisht, me përplasjen konvencionale. Ka një dimension sa i takon luftës së informacionit, luftës për kontrollin e narrativës, por dhe të perceptimit publik, dhe në këtë aspekt unë gjykoj që Shqipëria është një farë mënyrë një laborator ku zjejnë lloj-lloj po them rrymash dhe për fatin, domethënë tonë të mirë dhe të keq, jemi në një pozicion strategjik në mes dhe historikisht Shqipëria ka qenë një udhkryq ku përplasën kultura, qytetrime dhe patjetër që në këtë rast këtu përplasen interesat iraniane, pra ka një përplasje linje perëndim që është historike dhe që vazhdon dhe del në pa në momente të caktuara, siç është dhe rasti tani. Dhe ka dezinformacion, kjo vjetër edhe në media, dhe kjo narrativa për të krijuar një farë paniku, nuk është të rastësi, mendoj, dhe në opinionin publik në Shqipëri. Pra ka një tendencë. Dgjoj, vendet e tjera po marrin masa, Izraeli për shembull të dënon deri me burgim nëse ti nxjerr këto pamjet e sulmeve edhe të raketave që bien në Izrael. Edhe Emiratet e Bashkuara Arabe kishin vendosur një gjop për pamjet të shpërndara deri në $200,000. Sot qarkullojnë edhe shumë materiale që krijohen me inteligjencë artificiale, po çikosh për në vendet e gjirit që janë, domethënë shumë vështirë për t'i dalluar. Nëse janë sulme të vërteta apo janë me inteligjencë artificiale. Godina dhe gjëra tjera, të kësaj natyre që kanë shumë klikime realisht. Pra, sepse teknologjia ka bërë të mundur që të bësh dhe tilla gjëra sot. Dhe në këtë aspekt ata kanë investuar patjetër dhe kanë mundësi dhe kanë aftësi asimetrike që do t'i përdorin patjetër, se nuk kanë mundësi që të fitojnë një luftë konvencionale me Shtetet e Bashkuara po dhe me Izraelin. Kështu që fokusi i tyre do jetë tek lufta asimetrike. Dhe kjo po duket, edhe çfarë po bëjnë me sulmet që po bëjnë në vendet e gjirit. Ne jemi të rrezikuar? Ne duhet jemi të matur gjithsesi. Rreziku pastaj ka shkallët e veta. Unë nuk gjykoj që në këtë moment Irani e ka fokusin vetëm për të bërë sulme ndaj Shqipërisë, strategjikisht. Duke qenë dhe fakti tjetër që ne jemi një vend antar i NATO-s, mos ta harrojmë këtë fakt. Dhe do të thotë automatikisht zgjerimi i konfliktit dhe përshkallëzimi shumë i madh
kushtet ku gjendet Irani sot, më duket dhe gabimi që bëri që sulmoi gjithë vendet sepse nuk ka çfarë të bëj. E bëri dhe në një farë mënyrë është prerë dhe keqardhje. Po të shikosh presidentin Pezeshkian apo dhe antar tjetër kërkua dhe falje në një farë mënyrë. Pra, tha nuk edhe Erdogan kishte sot një deklaratë që po prishni miqësitë, ishte një deklaratë ndaj. Po dhe me Turqi ka pasur dy raketa që janë për shkak të dy raketave që kanë kaluar në hapësirë, pa. Por me Shqipërinë është ky momenti tani që thamë i sulmeve që ka pasur edhe më parë, nuk është se ndodhi vetëm tani. Po. Por që shkon në vazhdën e këtyre sulmeve hibride, po i quaj, që do t'i vazhdojnë në farë mënyrë. Edhe këto që përmendëm që ka pra duhet i presim në sulme të tilla, mos çuditemi shumë nëse do ketë ndihmë. Nëse lufta do vazhdojë, do ketë përgjigje, kundër sulme, ku të mundet të sulmoj Irani, sepse mos harroni dhe konfliktin në Ukrainë. Dhe aty është e njëjta gjë. Keni një superfuqi me një fuqi me një shtet tjetër që është pak më i dobët, pra që është Ukraina. Dhe gjithë strategjia e Ukrainës ka qenë luftë asimetrike. E njëjta gjë dhe me Iranin, atë ka mundësi të bëjë. Dgjoj se më kujtove luftën në Rusi-Ukrainë, zoti Beqiri, po. Edhe atje lufta kur nisi fillimisht nuk u menduaj që do zgjaste kaq shumë. U menduaj që Rusia, shteti fuqishëm, do ta godasi, do dali fituese menjëherë, po sa u bë, po bëhen gati 4 vjet që ka nisur lufta, a mund zgjasi dhe kjo kaq? Gjëra duhet parë të shkëputura, me që e përmendë këtë. Ai është një moment shumë i rëndësishëm, ajo luftë, ajo ka ndryshuar një herë për gjithmonë, them unë, rendin juridik global. Nuk është çështja se dëgjoj edhe disa, domethënë ka interpretime ndryshme që thonë që Shtetet e Bashkuara po shkelin drejt ndërkombëtare kështu më radh. Tani dhe nuk mund të korrigjohet një gabim ose një shkelje drejt ndërkombëtare me një shkelje tjetër. Me një shkelje tjetër. Por mos harroni se çfarë ka ndodhur në vitin pra 2022 kur Rusia sulmoi Ukrainën, një vend demokratik dhe sot që po flasim të gjitha gjërat që kanë ndodhur në vimësi, unë i shikoj një pasojë dhe një rrjedhoj pikërisht e kësaj ngjarje. Dhe nuk janë rastësi. Pra është ky konflikt që Shtetet e Bashkuara po mundohen mos ta përshkallëzojnë në radhë të parë, por nga ana tjetër nuk kanë synim që të pushtojnë, se e kanë provuar me pushtimet, të pushtojnë ushtarakisht Iranin, por po përpiqen që t'i ndryshojnë qasjen, sjelljen strategjike leadershipit. Pak e vështirë kjo për të bërë. Ato që ju përmendët, kontradiktat në deklarata. Në deklarata, po shumë kontradiktat, sidomos sot një herë e kanë bërë. Mund të shikojnë në një këndvështrim tjetër që janë në një vazhdim në një taktike negociuese, pra presion maksimal në Iran. Dhe pastaj të rriqu. Jo, dhe nga ana tjetër mos harrojmë që presidenti Trump flet edhe me Iranin, po flet edhe me elektoratin amerikan. Pra duhet i ketë të dyja parasysh. Dhe ka gjithmonë një strategji dalje. I kanë rënë shumë kuotat në Amerikë për shkak të kësaj lufte që ka nisur. Ralfi? Tani, që të kuptojmë a ka risk apo jo, duhet të kuptojmë pak kontekstin ku po zhvillohet kjo luftë dhe pse po zhvillohet. Ka pa qartësi për sa i përket objektivave amerikane dhe izraelite. Me sa duket, qëllimi primar është gjynjëzimi i sistemit iranian, i regjimit, dhe ndrimi i drejtuesve të Iranit. Thua tjetë ky qëllimi primar? Ky është primari, sigurisht. Se jo, e kam dhe unë të paqartë tani, se Ajatollahun e vranë, kanë vrarë edhe gjithë drejtuesit, po themi të gardës revolucionar. Jo të gjithë. Jo të gjithë, një pjesë. Këto proksit e Iranit i kanë dëmtuar Hamasin e Hezbollahun. Në mënyrë domethënëse. Në mënyrë domethënëse. Por pse po vazhdon ende kjo luftë? Por duhet të kuptojmë diçka. Regjimi i 79-s i Ajatollahëve është i ndërtuar në mënyrë të tillë solide për të rezistuar humbjes së individëve. Duhet kuptojmë sistemin iranian. Irani ka një regjim jashtëzakonisht të fortë për sa i përket rezistencës edhe në rast se largohet Ajatollahu. Biles, unë besoj që regjimi ka qenë i përgatitur edhe për vdekjen eventuale të Ajatollahut, jo vrasjen, sepse ai mbi 82-83 vjeç po. Kështu që duhet kuptojmë çfarë po ndodh tani. Ktu kemi një përleshje le ta quajmë bilaterale ose le ta quajmë vertikale. Pra, nga njëra anë ke Amerikë-Izrael, nga ana tjetër ke Iranin. Në këtë kanal nuk ka shanse që Irani ta fitojë luftën, për sa i përket epërsisë ushtarake amerikane izraelite ndaj Iranit, apo edhe mbrojtjes që këto vende dhe aleatët kanë kundër raketave të Iranit.
E vetmja strategji që Irani ka patur, njerëzit nuk ka nevojë ta biten, pse Irani po sulmon në vendet e tjera, është që Irani ta horizontalizoi ta shtri për te. Pra duke shtrirë konfliktin, duke e përhapur konfliktin në mënyrë horizontale drejt vendeve të tjera, pra drejt vendeve arabe, duke drejtuar raketa që kalojnë për në Turqi, pse jo duke shënjestruar edhe Qipron, edhe vendet tjera në Mesdhe apo edhe në Ballkan, pavarësisht se unë jam dakord me Karamuçon që shanset që ne të na bjerë një raket iraniane këtu në Tiranë, jo zero, po janë shumë të vogla. Kjo është strategjia e Iranit. Tani, Irani mund ta bëjë këtë përmes raketave, mund ta bëjë këtë edhe përmes individëve, vetë celulave. Tani, këtu kalojmë tek ky fshati ynë Shqipëri, i cili historikisht nuk ka patur ndonjë rrezik të madh për sa i përket terrorizmit islamik. Ama duke biseduar para disa vitesh me një ish koleg të zotit Beqiri, nga shërbimet e inteligjencës, i bëj pikrisht këtë pyetje. Një nga merakjet e mia edhe kur kam qenë në parlament ka qenë pikrisht kjo. Me çfarë po përballemi në Shqipëri për sa i përket potencialit të një sulmi terrorist në territor shqiptar. Duke patur parasysh që ka pasur tentativa edhe gjatë ndeshjes së famshme Izrael-Shqipëri etj. Pra, shërbimet inteligjente partnere. Funksionuan shërbimet dhe ndaluan përmes ato sulm. shishit kanë punuar, kanë funksionuar në mënyrë perfekte dhe shqyqyr që i kemi, shqyqyr Zotit. Dhe duhet i kemi sa më të forta. Tani, kolegu i Zotit Beqiri më preku një aspekt shumë interesant, më thot, dëgjoj, është hera parë që ne po përballemi me një fenomen social që nuk e kemi parë më përpara. Është hera parë që ne po përballemi me familje, ku burri është me mjekër. Mirë. Dhe prit, nuk e kemi parë. Ti dhe unë nuk e kemi parë këtë para 20 vjetëve. Ku burri është me mjekër, gruaja është mbuluar, një minutë. Mirë, se mjekra nuk është domosdoshmërisht në element. Mjekra është dhe moda një po flasim një lloj mjekre tjetër. Le Barbu i quante Ben Aliu në Tunizi, duke qenë se e njoh mirë Tunizin. Le Barbu në frëngjisht janë me kroshët. Është simboli i integristëve, pra i ekstremistëve islamik, ku vetë muslimanët si Ben Aliu apo Mubaraku në Egjipt nuk i duronin dot, sepse i shihnin si rrezik shumë të madh për regjimet e tyre, musliman me islamik. Tani, kush ishte ky fenomen, po? Lejo ta shtjelloj. Pra, është hera parë që ne do të shohim një familje ku babai mjekrosh dhe nëna e mbuluar kanë një fëmijë dhe ky fëmijë lind dhe rritet në këtë kontekst që ne nuk e kemi njohur më përpara. Dhe pyetja më e madhe është çfarë ndodh me këtë fëmijë që rritet në këtë kontekst kur ai bëhet 15, 16, 17, 18 vjeç. Unë mendoj që ne jemi drejt kësaj rruge dhe mendoj që ne duhet jemi jashtëzakonisht vigjilent në të gjitha sferat tona të shërbimeve shtetërore, policore, ushtarake, shoqërore, edhe në rrugë. Ne duhet jemi shumë vigjilent për të interceptuar, për të nuhatur nëse kemi elemente të tillë. Para një jave, në një birrari, në mes të bllokut, çfarë do thuash, pa? Dikush pasi më ndezi ato lutjet mbi kokë, ndërkohë unë po konsumoja birë dhe qofte, dhe unë i kërkoj me shumë gentiles, lutem, na lër muzikën ose ndeshjen se mund ta marrësh në vend tjetër. Fillon biseda për Skënderbeun, dhe më thotë Skënderbeu ishte tradhtar. Pra, kemi filluar të shohim fenomene sociale, ekstremiste po thua. Po, ku personi në fjalë, këta le të themi mini celulat, mini partizanët le t'i quajmë, fillojnë dhe identifikojnë herojnë tanë kombëtar si tradhtar, glorifikojnë të kaluarën osmane të Shqipërisë, duke ulur sigurisht përkatësinë tonë kristiane gjatë dhe para Skënderbeut, apo edhe... Dhe kjo është e rrezikshme, po thua? Po sigurisht është e rrezikshme. Sigurisht, në qoftë se ati në mendjen e tij i ka folur ai lart, që duhet bëj keq ty dhe mua dhe fëmijëve tanë, sigurisht është e rrezikshme. Mjaftueshëm kemi parë në Afganistan, në Irak, në territor evropian, apo dy kullat në New York, për të qenë vigjilent. Nuk po them që ka rrezik. Po them, duhet jemi vigjilent në Shqipëri dhe mos ta marrim të mirëqen që ne jemi të imunizuar në mënyrë 100% ndaj çdo lloji sulmi apo terrori. Absolutisht jo. Kemi të bëjmë sot, nuk e di. Harmoninë e kemi fetare. Unë po e dëgjoja zotin Beqiri me shumë vëmendje. Me shumë respekt. Nuk e mora përgjigjen nga ju. Zonja Milli ju bëri një pyetje. A ka celula?
Ndoshta ju qëllimisht nuk doni ta jepni këtë informacion, po unë do isha shumë kurioz të dija. Unë dash përgjigjen në një farë në mënyrën e vet. Dhe thash që lufta nuk zhvillohet vetëm atje. Thash që zhvillohet gjithandaj. Këtu celulat e spionazhit kanë ekzistuar, ekzistojnë dhe do ekzistojnë. Nuk diskutohet kjo. Pastaj se të kujt janë, është një çështje që pra a ka sponsorizime nga palë të treta për këta lloj le t'i quajmë partizan, këta pionerët. Kjo është një çështje shumë delikate. Po. Dhe me shumë interes për t'u trajtuar jo vetëm nga shërbimet e inteligjencës apo institucionet e sigurisë, por shkon përtej tyre. Ne sot kemi në Shqipëri se patëm rastin e luftëtarëve që shkuan në Siri. Po, në Sisi. Nuk ishte rastësia jo. Kishe vite që investohet në zona dhe në mjedise ku gjenden element vulnerabël, siç po bëhet dhe sot në Shqipëri. Si nga zona e Pogradecit apo pse janë ca zona ande. Po ti ke sot mes Tiranës në shumë tash mos ti me emra, ke në periferi Tiranës, ke institucione që edukojnë, që promovojnë disa vlera që nuk kanë lidhje me identitetin tonë. Dhe Skënderbeun si tradhtar. Skënderbeun po me gjitha figurat kombëtare në Terezi Ismail Qemal, Vlora gjithë me radhë. Po ti pyes. Dhe këto janë të rrezikshme po thonë. Më kanë thënë era po prekin drejt për së drejti identitetin tonë kombëtar. Dhe ti shiko dhe këtë ndjen mjafton të bësh dhe të shohësh se çfarë ndodh online. Po, a mund të shkojnë përtej është çështja, se dakord që botet janë këto sot që funksionojnë dhe komentet, urrëtia online, kështu po të shikosh dhe komentet që bëjnë. Po. Apo mënyra se si trajtojnë, si analizojnë, edhe një, po themi një debat që ndodh në media sot. Ka një farë ngarkesë shumë të madhe ideologjike që vihet re. E vërtet, dhe këtë shqetësime kanë ngritur shumë ekspertë. Jo më larg se ish ministrin e brendshëm e dëgjova para pak ditësh që e ngriti këtë shqetësim. Do thoni ju që në këtë moment është bërë më prekshme sepse është dhe konflikti, patjetër, por këto gjëra kanë ekzistuar dhe institucionet shtetërore duhet t'i paraprin këtyre gjërave dhe duhet një strategji themu më e gjerë se sa thjesht shërbime, duhet përfshirje më e madhe. Ka rreziqe të mëdha sot në shoqërinë tonë. Për të bërë dëme, dhe rreziqe për të radikalizuar njerëz. Dhe për t'i përdorur nesër në një mënyrë ose në tjetër. Dhe janë të sponsorizuar. Dhe kur i merr që fëmijë, dhe kur i merr që fëmijë ke përgjithë jetën pastaj. Kjo është shumë e rrezikshme. Ky është rreziku më i madh. Patjetër, për të manipuluar. Te lufta. Për çfarë? Se folëm shumë për cilën temë. Folëm shumë, jo, se Ralfi u ndal në një aspekt tjetër, në fakt që se kisha parashikuar, po me të drejtë se është ngritur ky shqetësim. Jo, flasim për mundësitë e një mini Hezbollah brenda Shqipërisë, pra. Pra, një proxy, unë i quaj proxy këta. Pra ky është rreziku nga Irani. Deri aty shkon Ralfi që mund t'i quash si proxy. Po, unë them, unë besoj, kështu thoshim edhe në Tunizi para disa vitesh, dhe dikush në Tunizi, familjari imi që ka jetuar atje, më ka paralajmëruar gjatë kohës Ben Aliut. Nusja ime ju e dini, e njihni, francezë është rrit në Tunizi. Dhe unë kam jetuar, kam kaluar shumë vite në Tunizi gjatë kohës Ben Aliut. Mbaj mend shumë raste kur këta integristët identifikoheshin, arrestoheshin, eliminoheshin nga regjimi Ben Aliut. Dhe dikush shumë i afër më thot, mbaj mend thot, do të vijë ajo ditë që pora këtu në Tunizi, do vinë ditë të tilla edhe në Shqipëri. Dhe çfarë ndodhi? Ben Aliu ra dhe Partia Islamike erdhi në pushtet dhe gjëja e parë që donte të bënte ishin ndryshimet kushtetuese për heqjen e të drejtave të grave, të trashëgimisë, të drejtat kushtetuese, të lirive themeltare të grave. Një minutë. Nuk do habitesha që në një kontekst nuk analizojnë gjërat sot me nesër. Gjërat analizojnë sot mbas 10-20 vitesh. Në një kontekst ku Shqipëria është në një regjim totalisht të korruptuar, ku Akshi është në duart e Gysa-Gasit, ku zëvendës kryeministria mbrohet nga mazhoranca, ku nuk kemi opozit, nuk është as pak e çuditshme. Nuk është as pak e çuditshme që në zgjedhjet e ardhshme të Shqipërisë të përgatiten celula me konotacion fetar, me sponsorizim nga jashtë, që të bëjnë çfarë? Për të futur në parlamentin e Shqipërisë. Mbajmë këtë që po them. Kjo do ishte rreziku më i madh që unë shoh sot në Shqipëri nga grupe si ajatollahët e Iranit që sponsorizojnë, apo nga regjime si Katari, apo edhe nga grupime të tjera ekstremiste që hedhin para për të sponsorizuar celula të tilla në Shqipëri. Okej, Peka. Prapë për çfarë? Te Shqipëria e kishim ne, nga sulmi kibernetik, te rreziku që mund të ketë Shqipëria, po te lufta do ndalemi pastaj se. Aty ka përdit lajme. Në vitin 2012, qeveria shqiptare bëri marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet UNDP-s për pranimin e
disa antarëve të Mekut në Shqipëri, diku ka 200 veta, të cilët erdhën në 2013. Në 2015, për shkak të ftojës marrëdhënieve të Ramës me qeverinë amerikane, për shkak dështimit të iniciativës tij për të pranuar lëndët kimike siriane këtu, i lindi nevoja që t'i bënte një ofertë të bukur administratës së presidentit Obama në mënyrë që t'ishte shumë e mirë për të mos u refuzuar. Për një foto, apo jo? Për një foto. Dhe me sugjerimet e lobistëve të tij dhe lidhjet që kishte Rama në Washington, i bëri ofertë për të pranuar të gjithë kampin Ashraf, në kampin Liberty në Irak dhe për ta sjellë këtu. Dhe ndodhi ajo që ndodhi. Në 2016 në fillun duke ardhur, Rama me ministrin e jashtëm dhe me Sajmir Tahirin shku në shtëpitë Bardh. Erdhën këtu, u zhvendos gjithë leadershipi politik këtu, fillun aktivitet politik. Pa, që bien kundërshtim me ligjet tona. Marrëveshja nuk ishte që të bënin aktivitet politik. Po, sigurisht. Në korriku në 2024, në mos gaboj, u bë operacioni i policisë në... Apo 23? 2023. U bëj operacioni policisë në Kontroll në kampin. në kamp dhe prishin ca kompjutra, ca gjëra tjera që ne nuk i dim. Pa. U fol për një çështje penale të madhe, kur nuk ndodhe ajo çështje penale, sepse nuk ishte ajo arsyeja. Arsyeja ishte sepse nuk duhet bënin aktivitet politik në Shqipëri. Dhe nga ajo ditë mbrapa nuk kanë zhvilluar aktivitet politik në Shqipëri. Leadershipi politik i tyre nuk është në Shqipëri, por është tjetër kund. Sparja është në Paris. Në Paris, pa. Dhe dytë është brenda edhe në vende tjera. Lobimin atë dhe kontaktet që i kanë të jashtëzakonshme sepse i kanë në Kongresin Amerikan, në Senatin Amerikan, në parlamentet po propagandën e bëjnë që këtu ama nga Shqipëria. Në parlamentet të tyre. Propagandën mund ta bëjnë këtu, po janë të shpërndarë në gjithë botën sepse është pjesa opozitare, një pjesë e opozitës iraniane që e shpërndarë gjithë botën dhe bëjnë siç bën diaspora në atë pjesë. Gjatë këtyre viteve ka pasur kohën kur ta ishin aktiv politikisht, ka pas në mos gaboj, 2 tentativa për të kryer sulme terroriste në Shqipëri. Një tek kampi i tyre dhe një tek Babamondi atje lart. Te kryegjyshata e Bekashimit. Në maj të 2019-s, maj 2019-s, Kongresi Amerikan ka dalë me një rezolutë bipartizane, 2 partitë politike, ku i kanë kërkuar qeverisë amerikane që të ndërhyrë tek qeveritë e rajonit Ballkan dhe specifikisht tek qeveria e Shqipërisë për të mbyllur aktivitetin iranian dhe për të mbyllur ambasadën. Dhe ambasada jonë është mbyllur për shkak të presionit që ka ardhur nga administrata e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ambasada e Iranit. Sepse kishte një rezolutë të Kongresit Amerikan. Plas bipartizane, 2 partitë, Senat dhe Kongres bashkë. Gjë që kërkojnë Kroacisë sot. Ja kërkojnë dhe Kroacisë të njëjtën gjë. Dhe pavarësisht se çfarë ndodhi me hakerimet që ne i themi iraniane që s'u mor vesh kur asnjëherë se çfarë ishin, që unë Ja për këto Homeland, çfarë janë këta? A unë kush e di se çfarë janë Homeland? Është një kanal në Telegram që se din kush as. Mund të jetë edhe 2 djem diku në Veles në Maqedoni që punojnë për hesap të rusëve, për shembull. Ose mund të jetë këtu në Tiranë. Që unë dyshoj që janë këtu. Si dyshojnë që të jenë edhe në Tiranë? Arsye kriminale që s'kan lidhje fare me këta. Shif se kush ka hakeruar Akshin, kush ka pas akses ke Teamsin, kush ka klonuar Teamsin, kush ka hakeruar tek sistemi i prokurisë posaçme. Këtu i ke gjithë ato, s'ke nevojë me të ardhë iranianët. I shesin, pastaj është hesap tjetër. Dhe ndodhi mbyllja e ambasadës, sepse nga ambasada zhvilloi aktivitet spionazhi edhe që përbënte kërcënim në fushën e sigurisë. Dhe kjo ka qenë sfida kryesore që kemi pas edhe ne si qeverinë kur ishim kur bë marrëveshje, edhe në kohën e Ramës, sfida kryesore ka qenë sfida e sigurisë. Jo vetëm penetrimi i shërbimeve, por përdorimi në pamundësi, sepse iranianët normalisht do ishin të ekspozuar, përdorimi i shërbimeve si motra ose partnerët e tyre për të bërë aktivitet në Shqipëri. Ky rrezik është minimizuar për shkak, thashë edhe një herë, për shkak të mbylljes së aktivitetit politik të tyre. Vim ke lufta. Ka një lajm të fundit, Peka, ta lexoj pak,
Se lexova para pak lajmin që Garda Revolucionare e Iranit ka vendosur të vëri mina në kanalin e Hormuzit, ndërkaq ka ardhur edhe reagimi i Donald Trump të hiqen menjëherë minat nga ngushtica e Hormuzit sepse pasojat për Iranin do jenë të papara, thot Trump. Do dalim të ngushtica, po me që jemi qendra e botës, tu të mbarojmë Shqipërinë. Të mbyllim Shqipërinë njerë, po, mirë, Dhe pas reklamave dalim. ne si komb, ose është media, ne këtu në për studio, që ne ka kap kjo megalomania e kryeministit që jemi qendra e botës, dhe kujtojmë tani që Irani do lejë gjithë botën do merret me Shqipërinë. Dëgjoj, mos ta neglizhojmë kaq shumë them. Dëgjoj, se du të jemi serioz se kemi opinionin, kemi publikun. E para, jashtë perimetrit të gjirit persik, sulmet që janë bërë, e para nuk janë vërtetuar akoma se nga kanë dalë, sepse Irani refuzon të jenë nga ata, mendoj që të jenë Hezbollahu, janë sulme që kanë ndodhur mbi baza ushtarake turke që janë amerikane, në Turqi, 2 sulme, edhe në Qipër që është bazë ushtarake britanike. Jashtë atij perimetri nuk ka ndodhur, nuk ndodh dhe nuk mund të ndodh sulm me objektiva civile, siç është rasti i Shqipërisë. E para kjo. E dyta, për të kaluar drejt në 2009 në Rama thoshte, këta socialistët thoshin, jo NATO, po NATO. NATO, po. Kjo NATO, që në ka fut në brenda, ne jemi ishull brenda NATO-s. Edhe që të vinë raketet nga Irani, dhe ka që do shkojnë në stratosferë njerë, edhe të binë poshtë, edhe merret tjetër kush me ato, s'ka nevojt me. Merret e gjithë bota. Merret e gjithë bota. Me ato që hidhen atje lartë, as nuk na ka kush në pull neve, se merret tjetër kush. Kështu që nuk ka nevojë me hapanik. Pjesa e terrorizmit ka ekzistuar si frikë, ekziston si frikë dhe do ekzistojë gjithmonë si frikë që terroristët të përdoren për objektiva të caktuara politike. Është frikë reale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, është frikë reale në partnerët e Shtetit Bashkuar të Amerikës, është frikë edhe në Shqipëri. A do të jemi të gatshëm? Sigurisht që do të jemi të gatshëm. A kemi kapacitetet? Besoj që kemi një sër kapacitetesh, përdesë deri tani nuk ka ndodhur asgjë në rastin e sulmeve terroriste, asnjëherë nuk po morë vesh publiku, kemi dështuar si institucione. Suksesi është kur nuk merret vesh asgjë. Dhe deri tani përdesë s'është marrë vesh asgjë, do të thotë që kanë qenë suksesshme. Bashkëpunimi ndërkombëtar është besoj që është në nivelet e duhura, sepse është edhe për interesin e tyre. Kështu që krijimi i këtyre insinuatave që ne jemi qendra e rrezikut e do hedhën raketë. Kush i përhap këto lajme? Aty piknisja ka qenë një media e Azerbajxhanit, që citonte gjas me një burim nga Garda Revolucionare që thoshte që për shkak se opozita iraniane është ndodhet në Shqipëri, po. Opozita iraniane janë disa, nuk është. Në objektiv Shqipëria. Po të ishte ashtu do ta ndiqshin djalin e ish mbretit nga do që shkon ai. San Parisi, San Berlin, San këte, sa andej. Por, shqetësojmë opinionin publik. Ti mendon që e kemi nga azerët, apo mund tjetë në një element shqiptar që kalon përmes Azerbajxhanit? Është klasike lufti bride kjo. Është lufti bride. Se unë e shoh edhe si një interes, një interes politik brenda Shqipërisë për të çvëmendjen, no? Por që tu kjo dëgjoj, ky kënd vështrimi që son Irak edhe ekziston, sepse në situata e lufte, kur ekziston, kur bëhet kjo presioni psikologjik, këtu do dilja. Njerëzit afrohen rreth pushtetit, rreth shtetit, rreth qeverisë, pra. Unë thash si burim se nga ka dalë si artikull, se doli një artikull edhe u shpërnda. Tani, a ka dalë nga aty, a ka dalë nga diku tjetër, a ka dalë nga këtu, unë nuk e di. Por, di kaq që narrativës së pushtetit I leverdis, krijimi i situatës së frikës edhe të panikut, sepse s'pari largon vëmendjen nga ajo që thash unë, pra dosja inshallah s'kan vjedh dosin e Belindës, dhe dyta mbledh njerëzit rreth pushtetit. Ju kujtohet 6 vite më përpara, kur për shkak të virusit të frikshëm të Covidit, Rama nxori autoblindat në rrugë. Qa ishte ajo? Ishte loj me frikën për manipulimin e opinionit publik në mënyrë që të qonte të mbene ato masa që mori. Kështu që nxitja e frikës... Dhe pas çdo situate tillë ka dalë fituar, ama po ta mendosh. Pas tërmetit, pas Covidit, pas... Wag the dog, flash film. Kur të vjen dita me dhënë shpirtas... S'ka luftë thua ti, shofim tani. Nuk ka perëndi që të mbalë. Ma përmbyll lutem se duhet shkojnë në reklama që të ndalemi të lufta, që të mbyllim pjesën e Shqipërisë. Me që përmende Hormuzin. Po, se
deklaratën. Jo, doja të lexoja këtë lajmin që lexova pak më parë. Nëse Irani, jo, ishte lajmi i Donald Trumpit, pra që nëse Irani ka vendosur ndonjë minë në ngushticën e Hormuzit dhe nuk kemi raportime se ata e kanë bërë këtë, ne duam që ato të hiqen me njëherë. Pra dhe ka thënë që edhe ne nuk besojmë që ka, por nëse kanë vendosur, do ishte hapi i dur që t'i tërheqin dhe t'i heqin, që tani se ndryshe do përballeni me pasoja katastrofike. Me pasoja katastrofike. Gjithçka vërtitet në atë luftë, gjithçka vërtitet rreth asaj, rreth Hormuzit. Nëse flitet për objektiva ushtarake dhe për objektiva politike. Ma shpjego pak se vërtitet gjithçka rreth Hormuzit? Se këtu tani ka shumë koincidenca. Lufta erdhi pasi Trump mori Venezuelën. Ska koincidenca, nuk janë Pastaj, nuk kanë në se në politikë. luftë s'ka koincidenca të rastësishme. Nuk ka koincidenca. Shiko, kush është... Shkurt ma thuaj, se duhet t'ikin reklama, Peka. Sa herë më e fjalën Ja, gjithmonë se ke për folur shkurt. më gjatë. Ti folur më gjatë se tjerët, se Karamuço, se Zoti Beqiri dhe se Rali. Erla, një nga objektivat ose objektivi, përveç atyre ushtarake, largimi i kërcënimit iranian për armët balistike, armët bërthamore, të cilët janë edhe të negociueshme, objektivi politik afatgjatë i Shtetit Bashkuar të Amerikës është që atë ngushticë ta kontrollojë vetë. Gjithçka tjetër pastaj ne analizojmë. Do të kontrollojë ato ngushticë vetë. Sigurisht. Jo vetëm atë, po të Që shikosh. praktikisht i bie të kontrollojë naftën. Po të shikosh. Po Jo vetëm naftën. Jo vetëm naftën, Erla. Të gjithë globit. Erla. Të gjithë globit, pa. Importet ose eksportet më të mëdha në botë të plerave kimike dhe gjithë, po themi, derivateve të naftës, kalojnë prodhon atje, prodhon atë zonë, kalojnë edhe për në atë ngushticë. Në qoftë se kujtohet, kur plasi skandali i komunikimeve në Signal në administratën e presidentit Trump në pranverë, çfarë po diskutoj aty? Po diskutoj që Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të ndërhyjnë në kanalin e Suezit, sepse forcat Houthi kishin bllokuar lëvizjen e anijeve dhe po dëmtoi Europa. Dhe duke qenë se Europa nuk është në gjendje që të mbrojë veten, jo vetëm, po anijet me cilat furnizohet, do të ndërhyjë te Shtetet Bashkuara të Amerikës. Merr hartën në boti dhe shiko vendosin e bazave ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Janë mbi 600 baza në gjithë botën. Nuk janë baza për të pushtuar botën ato. Ato janë baza për të siguruar supply chains, zinxhirin e furnizimit. Edhe gjithë bota është në varësi të Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe asaj përhapje ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse kontrollohet zinxhiri i furnizimit në gjithë botën. Dhe pikat kyçe, ato që quhen choke points, pikat që mbyllse, janë pikat ngushticat ku kalon, e ke Panaman, e ke Gibraltarin, Jemenin, e ke Jemenin, edhe Omanin me Hormuzin. Edhe e ke edhe Hormuzin. Këto, kush i kontrollon, përveç për tej inteligjencës artificiale, në botën e nesërme, kush kontrollon këto pika dhe çfarë kontrollon tjetër, po? Kontrollon gjithçka. Okej. Për këtë po bëhet e gjithë lufta, pra. Dhe kjo është ka edhe elemente tjerë. Do me thënë të heqim të iluzionet, jo po të ndryshoj regjimi e tjerë. Ato, shiko. Apo qëndrojnë dhe ato, paralelisht. Pas reklamave. Nuk janë vetë përjashtueshme, por ka hierarki, po themi hierarki objektivash. Objektivash, okej. Po e para është kjo që sa po më theti tani. Në hierarkinë objektivave, ato që flitet tani, pra, sigurimi i lumbrimit të lirë është në top of the top of the top. Kjo është pika kryesore. Okej, e diskutojmë pas reklamave.